Tash, nuk e di, por mund tjetë një kandidat i dytë ose i tretë, cilin unë muj me spekulu, por nuk kam informacione. Nëse LDK jamë presidentin dhe pezom 3-4 ministri ose hajde dhe gjysmën të thujmë, është koalicion i cili unë mendoj që me pak moderim nga unë Albin Kurtit mund edhe të funksionoj. Po, tani, po që se ndonë se jemi në këtë proces nuk kemi si ta shmangëm, zotë Kryeziu. Absolutisht. Po që se ndonë një situatë e tillë, sa mund ta ndikoj procesin e zgjedhjeve lokale, si e shihni ju si rrjedhë politike? Si rrjedhë politike, unë nuk besoj që partitë politike kanë në arsye me shty Kosovën një vjet pa institucione edhe mas një vjetë me kriju një koalicion. Do të thotë, unë mendoj që tendencat e subjekte politike për të krijuar koalicione dhe bashkëqeverisje, qoftë nga lidhja demokratike për një qeverisje të gjerë, qoftë nga subjektet politike që kanë qenë më të zëshme aleanca për krijimin e qeverisë opozitare ose Partia Demokratike, qoftë zotit Kurti me ato deklaratat për lidhjen demokratike, edhe qoftë gjitha këto zhvillimet të cilat mendoj që s'kan pas nevojë për interpretime kushtetuese, por gjitha këto ngjesje politike janë bërë sepse kanë qenë veprime politike, edhe normalisht gjatë tyre veprime politike kanë kërkuar këshilla juridike, edhe gjykata ka marrë kohën e vet, procedurat e veta, edhe kemi ardhur në këtë kohë nga mënd shkurti kur janë majtë zgjedhjet pa qeveri. A ka dhe arsyet në shef, zoti Kryeziu, si pas teje? Sepse arsyet, gjykata kushtetuese në 3 raste, ju ka thonë në frymen e mirëbesimit dhe bashkëpunimit. 3 herë, në 3 verdiktet. A ka dhe arsyet që na se dim, ose që publiku se din? Unë nuk kam asë informacione, por normalisht që krejt këto arsyet tona bazohen në orientimet dhe në zhvillimet politike publike, cilat janë. Edhe në këto zhvillime, një ndër ato që e përmendet jo është çështja e zgjedhjes së presidentit, një ndër ato mundet me qenë ndoshta edhe zhvillimet edhe epilogi gjykatës speciale, edhe verdikti që mund të merr atje edhe procesi që u zhvilluar, edhe ka elemente tjera të asaj që përbojat e kaluara të bashkëpunimit kanë pasur problematika mes tyre subjekte politike. Ka një mosbesim, po çka nëse nuk bëhet, çka nëse zaurohet kjo kohë? Nëse kjo zaurohet kjo kohë, do të thotë mundësia është që presidentja edhe njerë presidentja edhe njëherë të jep mundësinë një kandidatit dytë i cili potencialisht mund të krijojë gjatë një. A është gjithçysh dytët apo e ka në diskrecionin e saj që t'i jap edhe një herë zotit Kurti? Jo, mund t'ja jep edhe një herë zotit Kurti. Edhe një herë. Jep edhe një po, absolutisht mund t'ja jep në diskrecionin e saj. Pra nëse vlerëson që ai ka numrat ose ajo vlerëson se ai ka numrat. Do të thotë në këtë kuptim kur thash i dyti do të thotë nuk llogarita që subjekt tjetër ose. Po prandaj ta qartësojmë. Po ka mundësi që edhe një ezaurim 15 ditor të bëhet për një kandidaturë të dytë, qoftë zotit Kurti apo të tjerë. Çka nëse edhe aty s'ka? Nëse aty s'ka, atëherë kemi periudhën kohore 30 deri në 45 ditë kur duhet të shkojmë zgjedhje. Pra aty s'ka më. S'është diskutabile më. Po, absolutisht zaurohet. Domthon ku vanim lidhet e shpërbon vetveten dhe shkojmë zgjedhje. Që i bie kjo, nëse i referohemi kësaj periudhe me datë, sa pi vjen? 26 tetor është data fundit e zaurimit 15 ditor, domethënë kemi edhe plus 2 javë. Edhe 12 ditë kemi. 26 tetor, edhe një 2 javë tjetër, edhe një 2 javë tjetër i bie një muaj. 15 nëntor që i bie janar shkurt kemi zgjedhje. Jo, i bie saktësisht besoj në dhjetor. Dhjetor? Në dhjetor. Jo, po them nga i bie 30 ditë, 30 ose 40 ditë nga nëse jam korrekt tash me kalendar. Procedura dhe me kalendar, mund të jetë dikon më duket java 3 ose 4 dhjetorit. Java 3 e 4. Nëse zarojmë krejt këtë 30 ditë që nëse në krijojmë qeveri. Java 3 e 4 dhjetorit mund të ketë zgjedhje 3-ja. Jo, java 3 e 4 mund për shkak të festave, më duket që është. Po janë afate kushtetuese, tash nuk jam shumë i saktë. Logjikës, për shkak janë krishtlindjet. Është viti në fund dhjetorit. Njerëzit shkojnë hallakatën, votueshin nuk koncentrohen. Kushtetuese na sonja për shtatën, po e vërtet. Po sido që të jetë, domthon, krejt çka ka lyp Albin Kurti, presidentja ja ka dhënë, edhe partitë politike ish opozitore ja kanë dhënë. Zhagitje, shtymje, neglizhim, mos formim institucione pa përgjegjësi e skajshme, kësaj herë nuk mundet mu lavdu askush sepse partitë ish opozitore mase me lujt rolin opozitor. Të mirë fill dhe një demokraci kushtetuese dhe me e detyru, me e shtyt
të parin, me kriju institucionet, këta si kur kanë dosht me blej edhe vetë për vit i kohë, sepse ju kanë fiksuar zgjedhjeve. Se s'ka logjik Nuk mendoj tjetër. se interpretimet e gjykatës kushtetuese për gjitha ato veprime do ta nxjerrin edhe opozitën në veprim kundër kushtetues. Ju e dini se kryesuesi ka llojë seancat në mënyrë jo kushtetuese. Edhe do të thotë, unë besoj që opozita ka qenë shumë e kujdesshme që mos me bën shkelje të rregullore se Qarë, po, kundër kushtetuese. a ka luks Kosova, zoti Kryeziu? Jo, absolutisht s'ka pasur drejta, a ka luks të shkojë në zgjedhje. Në fakt, më shumë se a ka luks të shkojë në zgjedhje është pyetja Aprovojnë zgjedhjet? Aprovojnë zgjedhjet, edhe a do të keni dilema këtu? A do të hym ne, unë mendoj që a do të hym ne në një proces ku mund të jemi, supozojmë, me renditje të subjekte politike ose me rezultatet për me këto, edhe me këto barrierat për